Po të merrni një fet buke dhe Nutella, t'ja hiqni korën bukës e pastaj ta hapni kështu, e lyeni me Nutella dhe e palosni në këtë mënyrë, më pas e lyeni me vezë, i skuqni derisa të piqen dhe i hidhni sheqer të bardhë dhe kanellë. Do merrni këto bukët e mbushura me Nutella që pëlqejnë nga fëmijë dhe të rritur. Ndiqeni videon deri në fund për të parë recetën e plot. Para se vazhdojmë me recetën, shumë për ju që shikoni videot e mia, i bëni like, i komentoni, por nuk më keni akoma follow. Pse nuk e shtypni butonin follow, ju lutem. Pasi t'ja keni hequr korën bukës, e hapni me atë shkopin që hapin petet e byrekut dhe e lyem me Nutella. Pastaj bukët që kemi përgatitur do t'i rrumbullakojmë në këtë mënyrë. Është më mirë që t'i përgatisni të gjitha bukët në fillim, pastaj t'i lyem një nga një me vezë. Më besoni që këtë recetë nuk do ja pëlqejnë vetëm fëmijët, por edhe të rriturit. Në një tas do hedhim sheqer të bardhë dhe kanellë. Do të lyejmë këto bukët me vezë dhe pastaj do t'i skuqim në tigan derisa të piqen. Pastaj direkt sa t'i nxjerrim nga tigani, i vendosni në sheqer me kanellë dhe dalin shumë të mira. Do i rreshtojmë dhe këto një nga një që t'na duket bukur në video. Provojeni këtë recetën se më besoni është super lehtë dhe super e shijshme. Faleminderit që ndoqët video, mos harroni të bëni like, lini në komente çfarë të gatuaj në videon e radhës dhe mos harroni të shtypni butonin follow. Shifemi, ciao.